do të kujtoj një histori. Do bënim ne një mbrëmje për të ndjekur live zgjedhjet në Amerikë të Trumpit. Po. Ishte nëntor 2020, jo ishte fund tetorit 2024. Dhe shkon në një vend që pëlqeu shumë. Edhe ata zotërin që e kishin për të më përcjell me lezet, më dhanë një çmim psikopatik që së realizohesh. Kupton? Unë qesha e thash, po okay, thash nuk më del llogaria, do ikën në një vend tjetër. Dhe bëra pastaj zgjidhëm, gjetëm ndryshe zgjidhje më të mirë. Koncepti ku ishte? Ata më dhanë një çmim të pakuptueshëm, psikopatik. Më kupton? Vetëm ambienti 3.000 euro. Jo pijet e gjërat. Ti kupton që të rish në një ambient që s'ka ndonjë gjë, që s'nxjerr para vlla në fund ditës se s'po paguan 3.000 euro kot për çaj. Po. Me lokal me fjalë, 3.000 euro vetëm për të net. Që të paguash plus pastaj sa i kanë dhënë çmimet. Rrim shtëpinë. Na jep lekë se rrim shtëpi. Meqense ra fjala vazhdoni dërgoni super chat dhe te ky numri këtu dërgoni se sot do futem edhe WhatsAppin. Mund të dërgoni edhe tek IBAN-i. Sa bukur kjo WhatsApp. Tek IBAN-i në lek edhe në euro. Dononi, sepse juve dini, kur jepni te kisha agregacioni dollari shenjt, të paktën është mund të jeti vetmi para, i vetmi lek që nuk e hidhni për të keq, sepse juve dini që po blini mashtrim. E blini të vërtetën me pet, më dhën mashtrimin me petkun e të vërtetës, kudo, kurse këtu e blini mashtrimin me lek. Jo, të vërtetë me peshkun me petkun e gënjeshtrës. Po gjë. Kishte burgë. Të gjitha ndej ju shesin gënjeshtrën me petkun e të vërtetës, këtu blini të vërtetën me petkun e gënjeshtrës.